që faktikisht shqiptarët nuk kanë marrë drejtësi dhe një drejtësi e vonuar është një drejtësi e munguar. Ky nuk është ekuilibri që duhet të vendoset mes trajtimit dhe gjykimit të qytetarëve shqiptarë si të barabartë dhe me pushtetarët apo të zgjedhjet e të emëruarit që ne ju kemi dhënë votën dhe ju kemi besuar për të na shërbyer dhe jo për të na poshtruar apo si më thënë për të na përdorur se si dikur Qirak në vendin ton përballë ligjeve që duhet jemi të barabartë. Në këto kushte unë mendoj që është një sinjal ogurzi për sa i përket demokracisë, shpresës dhe të ardhmës së këtij vendi kur kryeministri bën interferime, bën ndërhyrje deri edhe në përdorimin e një arrogance. Unë e kuptoj edhe çdo qytetar e kupton shqetësimin e tij dhe merakun e tij që ka, sepse tashmë SPAK-u dhe organet e drejtësisë janë futur në oborrin e tij dhe dal nga dal duket sikur po i ngushtohet litari edhe vetë kryeministrit me gjithë enturazhin e tij. E qartë. Mirë, zoti Prenga, ndërkaq përpara se të kalojmë tek gjeopolitika, do doja të pyesja edhe për situatën në Partinë Demokratike. Si e shihni, përmend këtu edhe lëvizjen e zotit Saliani, që Berisha nga ana tjetër e ka quajtur këtë të fundit si të vetë përjashtuar. Më vjen keq që pas 35 vitesh nuk ka mirëkuptim dhe nuk ka demokraci brenda strukturave politike, cilat do qofshin këto, si në aspektin e opozitës, ashtu dhe të mazhorancës. Për fat të keq, ligjet që vetë kanë miratuar me ndryshimin e kushtetutës në vitin 2008, e patën shansin në 2014 për ta korrigjuar këtë, por as kryeministri e as kryetari i Partisë Demokratike nuk dënjuan për ta korrektuar dhe dalja përpara votuesve me lista të mbyllura për fat të keq ka ulur nivelin e përfaqësimit të vendit ton në institucionet ligjvënëse siç është parlamenti. Në qoftë se deputeti apo kandidati për deputet nuk përballet me qytetarët e vet, me zgjedhësit e vet, me votuesit e vet, drejt për së drejti për të paraqitur programin dhe misionin që ai ka e merr përsipër përballë qytetarëve, atëherë demokracia dal nga dal për fatin tonë jo të mirë vjen duke vdekur dhe nuk liron as si mund të themi demokracinë e brendshme në një parti. Për fatin tonë të keq, opozita përballë gjithë tyre skandaleve në çdo vend të botës me minimumin e demokracisë do të kishte arritur të merrte misionin përsipër, të përfaqësonte qytetarët dhe të bënte që qeveria të binte dhe të ngrihesh një qeveri teknike me bazë të gjerë, kalimtare për të sjellë zgjedhjet e lira dhe të pavarura në këtë vend dhe për të rikthyer shpresën dhe besimin e shqiptarëve se nuk është vetëm aspekti ekonomik ai që i detyron të rinjtë e treja për të larguar nga ky vend, por është pasiguria në çdo hap të jetës që ne hedhim, pasiguria dhe vrasja e shpresës. Ata të cilët në vitin 90 erdhën si shpresë, për fat keq pas 35 vitesh janë kthyer tashmë pengesa dhe rreziku kryesor për demokracinë në Shqipëri. E qartë, mirë, zoti Prenga, kalojmë tek gjeopolitika. Europa ka humbur disi kontrollin po i quaj strategjik mbi Ukrainën, duke mbështetur një luftë të pafundme që po ndodh mes Ukrainës edhe Rusisë, që në fund favorizoi nga njëra anë Rusinë edhe shkaktoi edhe stangimin ekonomik brenda Bashkimit Evropian. Si mund të interpretohet këtu, ndoshta pa aftësia e Bashkimit Evropian po i quaj në thonjza për të ndikuar rezultatin në Ukrainë në kuadrin e politikës së saj të jashtme dhe a tregon kjo një krizë strategjike të kontinentit nga ana tjetër? Për fatin ton jo të mirë në arenën globale, 22 shkurti 2022 shënoi një arkitekturë të re të sigurisë globale, asaj evropiane e përtar pastaj edhe në gatishulin e Ballkanit, si mund të themi. Në këto kushte mendoj se Bashkimi Evropian ka qenë që në momentin e krijimit e në vazhdimsi, për fat të keq, pa kohezion të brendshëm, pa aftësi, kapacitete dhe fuqi për të marrë vendimet e duhura për të ndryshuar situatën gjeopolitike dhe më tutje sigurinë në përgjithësi
për veten e tyre dhe për Evropën e Bashkuar. Nuk është tashmë po dalin më në pa e hapur aftësitë që nuk janë reale të Bashkimit Evropian për të vepruar si një tërë, si një blok. Ne i kemi parë edhe kur diskutohet në Bashkimin Evropian dhe liderët e Bashkimit Evropian që janë 27 vende, që për fat të keq ka ndasi e nuk ka vendime unanime për sa i përket gjithë të armës e sigurisë në Evropë. Këtë më qartë e kemi parë dhe të shfaqur kur bëhet fjalë për përdorimin e aseteve të ngrira të Rusisë, gjë e cila ka patur dhe ka sjellur deri dhe përplasje të forta e qëndrime të hapura përballë njëri tjetrit, në një kohë që duhet të jenë në një linjë për të siguruar të ardhmen e Bashkimit Evropian. Tashmë edhe Bashkimi Evropian vet ka filluar ta kuptojë dhe kjo ka qenë arsyeja pse shtetet të ndara një nga një e veçmas kanë filluar të tregojnë shumë vëmendje çështjes së buxhetimit dhe gjithë strukturave të mbrojtjes së sigurisë së vendeve të tyre. Pra, në mungesë të Bashkimit Evropian, të strukturave të qëndësishme që nuk i ka dhe të gjithë shfrytëzimit të hapësirave dhe kapaciteteve, nuk funksionon dot. Është një puzzle për fat keq Bashkimi Evropian që nuk po arrin të mund të vendosë secilin në vendin që e meriton për të nxjerrë atë figurë e atë portret që do dëshironim të gjithë, që Bashkimi Evropian të funksiononte si një organizëm dhe strukturë të tërë në mbrojtje të interesave të qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo është për sa i përket asaj në të cilën më kujton një shprehje të kryeministit polak Donald Tusk, kur tha që Evropa prej 550 milion kërkon mbështetje nga një kom 350 milion, se po rrezikohet nga një shtet si Rusia, Federata Ruse me 160 milion. Nuk vetëm kaq mjafton për të kuptuar se sa e aftë dhe e zonja është për të përballuar dhe për të përballur me sfidat Bashkimi Evropian. Këto janë sfidat e saj në të cilat kërkojnë her pas here edhe të marrin rol lideri. Gjermania